Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Dhimbjet e gjurit tani mund të kurohen në shtëpi. Ndiqni këto udhëzime. Receta. Dhimbja e këmbëve është një problem shumë i përhapur që prek njerëzit të gjitha grup moshave. Intensiteti i dhimbjes është i ndryshëm dhe mund të kulmojë me ndjesinë e dhimbjeve të padurueshme. Dhimbja mund të prek të dyja këmbët dhe të shkaktohet nga kontraktimet muskulare, lodhjet muskulare, ushqyerja e keqe, dehidratimi ose qëndrimi këmba mbi këmbë për një kohë tepër të gjatë. Shkaktarët të tjerë të dhimbjes janë tromboza, diabeti, artriti, varicet dhe dëmtimet nervore. Në këtë video do të listojmë sipas breaksit disa receta që lehtësojnë dhimbjet, të cilat mund t'i përdorni në kushte shtëpie derisa të merrni trajtim të specializuar nga mjeku. Në ndihmë mund t'ju vinë kompresat e ftohta. Mbështillni disa kupa akulli në një peshqir të hollë dhe vendosni në zonën ku keni dhimbje për 10 deri në 15 minuta. Këmbën ose këmbët duhet t'i mbani lehtas të ngritura. Kompresat mund t'i vendosni disa herë në ditë. Akulli nuk duhet të vendoset direkt në lëkurë. Masazhet gjithashtu mund t'jenë një ndihmë shumë e mirë për ju. Masazhi nxit shërimin e shpejtë të muskujve të dëmtuar. Mjafton një masazh i lehtë 10 minuta, sidomos pas dëmtimeve të shkaktuara gjatë një aktiviteti fizik. Për masazh mund të përdorni vaj ulliri ose vajin e arrës së kokosit. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës shkrin kristalet e acidit urik në gjak dhe largon toksinat akumuluara në inde. Për më tepër, uthulla ofron kalium, kalcium dhe minerale të tjera mirëbërëse. Mbajini këmbët në një vask ose legend të mbushur me ujë me pak uthull për të paktën 30 minuta. Një tjetër recetë është edhe uthulla e mollës me mjaltë. Përzieni 1 ose 2 lugë gjedhe uthull molle të pafiltruar në një gotë me ujë të ngrohtë me pak mjaltë. Pijeni këtë lëng të paktën 2 herë në ditë. Edhe xhenxhefili është një zgjidhje shumë e mirë për situatën tuaj. Xhenxhefili përmirëson qarkullimin e gjakut dhe largon dhimbjet e këmbëve. Përdorni vaj xhenxhefili për të masazhuar këmbët 2 ose 3 herë në ditë. Pini çaj xhenxhefili me limon me mjaltë 2 ose 3 herë në ditë. Kujdes me xhenxhefilin mos e tëproni sepse mund të hollojë gjakun tuaj. Në ndihmë mund t'ju vijë edhe përdorimi i limonit. Kjo agrume është e pasur me antioksidant që lehtësojnë dhimbjet dhe ekuilibrojnë pH-in në organizëm. Përdoreni lëngun e limonit për masazh ose pini ujë me limon me mjaltë të paktën 2 herë në ditë. Edhe vitamina D është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e nyjeve. Njerëzit që kanë mungesë të kësaj vitamine përballen shpesh me simptoma jo specifike të dhimbjes së këmbëve, të mesit të trupit dhe gjymtyrëve të sipërm. Kjo vitaminë rregullon funksionet e kalciumit dhe fosforit, 2 minerale thelbësore për nervat dhe për muskujt. Shijoni rrezet e para të mëngjesit çdo ditë për 10 deri në 15 minuta. Konsumoni më shumë salmon, sardele, qumësht, lëng portokalli dhe të tjera. Kaliumi. Mungesa e kaliumit shkakton dhimbje të këmbëve dhe dehidratim. Konsumoni më shumë patate të ëmbël, banane, kumbulla, rrushë të thatë, lëng domate për të marrë më shumë kalium në dietën tuaj. Pini 2 ose 3 filxhan me çaj mali ose çaj jeshil çdo ditë. Mbani nën kontroll tensionin e gjakut dhe kolesterolin. Mos pini alkool ose duhan. Bëni ushtrime të lehta fizike për të paktën 10 minuta në ditë. Kjo është mënyra ideale për të përmirësuar kështu shëndetin e nyjeve dhe për të lehtësuar edhe komplikacionet e tyre. Mënyra se si qëndroni ulur dhe ecni ndikon te dhimbja e gjunjëve ose edhe te kockat tuaja. Pra për shkak të këtyre faktorëve njerëzit me këtë lloj problemesh duhet të marrin masa serioze për t'i zgjidhur ato dhe kjo mund të bëhet me kohë para se të ndodhë ndonjë gjë e keqe. Ilaçet në vijim janë të shkëlqyera dhe mbi të gjitha janë natyrale, duke ndikuar kështu në përmirësimin e jetës suaj dhe në funksionet më të mira të gjunjëve dhe të nyjeve. Plus sipas makeyourlifehealthier.com, ky recetë është i mirë për shkak të faktit se kjo i bën mirë strukturës së kockave si dhe qëndrueshmërisë së tyre. Përbërësit që u duhen janë 40 gram fara kungulli, 8 lugë çaj fara liri, 4 lugë gjedhe fara susami, 3 lugë gjedhe rrushë të thatë, 200 gram mjaltë organik, 2 lugë gjedhe me gelatin. Procesi përgatitjes së kësaj recete bëhet në këtë mënyrë.
Merrni një tas të madh dhe vendosni në të gjithë përbërësit, i përzjeni mirë. Vendoseni në një kavanos prej qelçi dhe kjo recetë duhet të përdoret çdo ditë. Mënyra e dur është që të hani një lugë çaj nga kjo përzierje kur zgjoheni përpara se të hani mëngjes dhe pastaj një lugë përpara se të hani drekën. Kjo recetë është shumë e mirë dhe e dobishme për shkak të faktit se rrit elasticitetin e tendinave dhe ligamenteve, duke forcuar kështu nyjet dhe kockat tuaja. Derisa plakemi, organet tona fillojnë edhe të ndryshojnë strukturën e tyre. Për të pasur kocka më të forta, duhet të kujdesemi më shumë për shëndetin e nyjeve. Janë shumë faktorë që shkaktojnë dhimbje të gjunjëve, duke ndikuar kryesisht nga artriti, osteoartriti, artriti reumatoid dhe septik, cistet e gjurit dhe frakturat. Është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që sigurisht i prek të gjithë. Dhimbjet e gjunjëve janë të paqëndrueshme dhe therrse dhe frenojnë tërësisht aktivitetin normal dhe fizik. Sipas ekspertëve, zakonisht dhimbja e gjunjëve shoqërohet me entjen e tyre, kufizimin e lëvizjeve normale të gjymtyrëve, probleme me ngjitjen dhe zbritjen e shkallëve, qëndrimin në këmbë ose ulur, mbledhjet e ujit të gjunjët duke shkaktuar dhimbje të forta. Gjithashtu, dhimbja e gjunjëve shkaktohet edhe si pasojë e reumatizmës. Kjo sëmundje ndikon në entjen e gjunjëve, skuqjen e tyre, madje edhe në rritjen e temperaturës së trupit, vështirësinë e ecjes si dhe përkuljet gjithashtu. Sugjerohet disa metoda krejt efikase për të lehtësuar dhimbjet e gjunjëve përmes recetave natyrale, si dhe përzgjedhjen e ushqimeve të duhura, të cilat kanë ndikime pozitive në shëndetin tuaj të kockave. Vendosni kompresa me akull në pjesën e gjurit ku keni dhimbje. E mbani për 20 minuta dhe bëheni këtë ritual gjatë ditës. Shtrëngoni pjesën e gjurit ku keni dhimbje përmes një fashe elastike. Mundohuni të pushoni sa duhet, duke evituar lodhjen e gjunjëve. Bëni ecje të ngadalta të cilat nuk ndikojnë në futjen e gjunjëve në një aktivitet të plotë. Vendosni astëg të mëdhenj poshtë gjunjëve teksa pushoni. Hidhni një lugë gjedhe me piper të kuq në një filxhan me vaj ulliri. Përzjeni bashkë derisa masa të bëhet homogjene dhe masazhoni pjesën e gjurit në zonën ku keni dhimbje. Këtë ritual mund ta bëni 2 herë në ditë për të paktën 1 herë në javë. Gjithashtu mund të përdorni edhe receta të mira ushqimore. Ju mund të lehtësoni dhimbjet e gjunjëve përmes një diete të mirë ushqimore me produkte që janë të pasur me vitamina dhe antioksidantë. Peshku përmban vitaminën B si vitamina B6 e cila lufton anemin, si dhe vitamina D që është shumë e rëndësishme për asimilimin e kalciumit, element jetik ky për forcimin e kockave. Portokalli duhet të përmbajë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, të forcojë kockat dhe imunitetin. Perimet me gjethe si spinaqi, lëmpjetat e të tjera janë burime të shkëlqyera të vitaminave A, C, lutein dhe beta-karoten. Kur këto kompozime bashkohen, krijojnë mbrojtje të shkëlqyer në krijimin e shumë problemeve. Bajamet janë burime të pasura me vitamina dhe minerale. Bajamet paraqesin një nga komponentët bazë për energjinë si dhe vlerat ushqyese. Xhinxheri njihet si një nga produktet më të çmuara për përdorimin e gjerë në lehtësimin e dhimbjeve të gjurit nga komplikacione të ndryshme shëndetësore. Nëse gjendja juaj është alarmante, gjithmonë duhet të drejtoheni tek mjeku. Sikur makinat edhe trupat e njerëzve me kalimin e kohës vinë duke humbur energjinë dhe elasticitetin. Në veçanti kjo vërehet edhe tek nyjet dhe të muskujt. Prandaj duhet të jeni të vëmendshëm ndaj recetave më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të gjunjëve, të cilat do të ndikojnë drejt për së drejti edhe në aktivitetet tuaja të përditshme. Për të pasur gjunjë më të shëndetshëm më të fortë, duhet të tregoheni të vëmendshëm ndaj aktiviteteve tuaja, të merrni të gjitha vitaminat dhe mineralet që trupi juaj ka nevojë. Vetëm kështu do të ndikoni pozitivisht edhe në shëndetin më të mirë të nyjeve tuaja. Është e rëndësishme se duhet të mos neglizhoni simptomat dhe të konsultoheni me mjekun tuaj për çdo ndryshim që keni në shëndetin e përgjithshëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.